Kalu bela, po dëshmoj o Zoti jem, hizmeqar i trullit tem. Sheikh Ahmed Shkodra baben imam, e mifti, e mësoj imam Lekin qyshiri. Mirë se erdhe shpirti revan, prej asaj kalu bela. Gjitha lemet prun iman, vendi yt narshi ala. Kur besove për enlis, fole ti pa tërgjëmen. Dite nat dhikër me ba, s'te bjen ty kur një bela, zemra jote shumë qetësohet, kur Kurani mes nesh këllohet. A nuk jam unë Zoti juaj, ata than, po dëshmuam, andaj ne Allahun besojmë, e veç ato e adhurojmë. Goj Amli Ahmed Shkodra shkroj, Bismillah du me diftue, Resulin ton me livdue, bi gjithë kënd që është madhnue, Muhammed Resulullah. Pak fjal i shkrujta për këtë evlia, që mësoj popullin me dalë në sefa, me u lidh me bes për Allah, murshet mësusi për kushtum, imamin në rum, shpejt të harrum, edukim e besim, bjele kudo si gjelbrim, Allahut më shiroft djetar trim, Shkodra e tën shqiptaria të ndjek si mësim. Allahu e pas më shirue imamin miftiun Sheikh Ahmed Shkodra, ky burr i lartë dhe vegan i cili punoi në përhapjen e islamit në këtë Ballkanin dhe në treva shqiptare. Allahu na bashkof në xhenetet e bukura me këtë dietar dhe këtë evlia të dashtën të Allahut, që kur sunal ditën dhe natën të përhap mirësinë, të përhap atë dashurinë dhe të përhap bekimet edhe mirësitë e fjalës së Allahut kudo.